فلندريمة الأقليمات في تحقيقة الله عز وجل صلوات وسلامة يدرب محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أمشي الله عز وجل جوبيت الفاميل التي شوقت تيسين جار بسنك ذن بتجيث أقاشا فاسوين بديدنا جكيم تدروا غزر المطرعي من لجرات النبار فنماز تنعطس ذا ملينا الله عز وجل من دي منتي rritarkuam me përsëri në këtë ibadet të veçantë, I cili ibadet shtohet dhe vret më së shumti nga muslimanët në dieshën e fundit të bekuar, të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Jemi në ligjëratën e parë të këtij cikli që kam vendosur në këtë cikël ta trajtojmë, ta komentojmë një hadith në pejgamberit alayhi salatu wassalam, I cili hadith tregon 7 mëkate shkatërruese, 7 mëkate nga mëkatet më të mëdha, të cilat I kanë ndërtuar Allahu azza wa jalla. Dhe arsyeja që kam ka shtim me trajtu këtë hadith dhe me komentuar është se hadithi për garancia ka rëndësi të veçantë dhe ka rëndësi të madhe në fenë Allahu azza wa jalla. Do ta shohim se çka do thot el-mubiqat, 7 mëkate shkatërruese, për cilin hadith është fjalë, pastaj do të shohim ndarjen e mëkateve, ajo mëkatet e njëjta në veprim dhe në llogarit Allahu azza wa jalla për kanë dhe në tyre, e pastaj do të kalojmë në mëkatin e parë shkatërrues me lejen e Zotit xhallahu ala. Tekstualisht hadithi nuk është as shumë I gjatë, pas edhe I shkurt. Është lehtë të thotë të mësohet përveç, edhe ta mbash mend në kokën tënde, edhe do mësosh të tjerëve, familjarëve, s'paku këto 7 mëkate shkatërruese nga se janë më të mëdha dhe shkatrojnë imanin edhe robën e njeriut. Pastaj do të shohim edhe çështje tjetër se tek Ahlusunna wal Jamaa mëkatet e mëdha shkatërruese, nëse I vepron njeriu dhe beson që ndalun ato, nuk e nxjerrin mëkatin njeriu nga feja, veç në mëkatet e zjarrit. Ajo është shumë I madh të flasim për të. Pra, e din që është haram, e din që është mëkat shkatërrues, por e vepron, mashtrohet, lakmohet, tërhiqet nga epshi, nefsi, shejtani, dunoja dhe gjëra të tjera, por beson që është haram, mirëpo nuk mund të largu prej haramit në fjalë. Hadithin e transmeton sahabiu I menduar I pejgamberit alayhi salatu wassalam, që është sahabiu që më së shumti ka transmetuar hadithe nga goja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjala për Abu Huraira radhiyallahu anhu, I cili transmeton se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Ijtanibu sab'al mubiqat", largohuni nga 7 mëkate shkatërruese. Qila ya Rasulullah wa ma kunna, pyetën njerëzit o pejgamberi Allahu azza wa jall, cilët janë ato mëkate shkatërruese që për atëherë mbajtën të mos I veprojmë, cilët janë ato mëkate shkatërruese që po na këshillon të largohemi prej tyre. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shirku billah, mëkati I parë që ju këshillojmë të largoheni është të bëhet ortak apo shok Allahu azza wa jall. Mëkati I dytë është was-sihru, të largoheni nga magjia apo sihri. Mëkati I tretë është qatlu nafsi allati harrama Allah illa bil haqq, të largoheni nga mbytyja e njeriut padrejtisht që ka ndaluar Allahu azza wa jalla përveç me hak, përveç me të vërtetë. Do ta mësojmë se çfarë ka qëllim të vërtetë. Pastaj wa aklu mali yatim, largoheni nga mëkati I katërt të rrallë, ngrënia e pasurisë së jetimit. Wa aklu riba, mëkati I pestë është mëkati I kamatës, wa tawalli yawm az-zahr, mëkati I gjashtë është me atë shpindën shokëve, me atë shpindën atyre që I kemë me te bashkë me teje për arbikut nga Afrika, se me unë dujon, nga Afrika se me unë pasurin apo vatanin. Wa qawful muhsanati al-ghafilati al-mu'minat, mëkati I shkati 7 shkatërrues, tha është shpifja ndaj grave të ngrata, besimtare, të cilat nuk kanë pikfaj dhe janë të ndershme. Interesant, ky hadith është veçuar dhe është komentuar shumë nga ulemat. Ndoshta më njëherë pas hadithit inna
a'malu binniyat. Veprat shpërlen sipas niyetit. Hadithi që është trajtuar në mënyrë më të detajzuar. Është po ky hadith. Dhe nuk kjo arsye ka shtiluar me komentu këtë hadith për hadithin e fjallë. Pra largimi nga 7 mëkatet shkatruese. Për të treguar që këto mëkate e njollosin imanin, ndoshta edhe e shkatrojnë imanin e besimtarit. Dhe këto mëkate interesant janë përhapura shumë mesin e ummetit, por njëkohësisht janë të përhapura të muslimanëve. Për shembull, shirku, duke shkuar me thonë si ka mundësia ka hoqë, të na me gjeni përhapur shirku. Po është përhapur, do ta shohim. Çfarë aspekti është përhapur shirku? Për shkak se modernizimi edhe civilizimi e ndryshme kanë bërë që shirku të përhapet te njerëzit pa paravesh njerëzve. Në për lojra, do thotë Sonic PlayStation, pasaj të për seriale apo sërtare të fëmijëve të fëmijëve, do të kanë përdorur metoda dhe kanë ndryshuar terminologjinë edhe dukjen. Realiteti është çaj shirq që e ka bërë Xhehli, çaj shirq që ka bërë Abu Musuli. Po këta e ka bërë që muslimanët kanë përparuar në avancim, kanë filluar me vetisu dhe kanë filluar me ndryshu mëkatet e emrat e tyre, pastaj dukjen me vetëm qëllim që i shtin grasë musliman pa dinë e tyre. Për arsye, tash është koha e avancimit, koha e ecjes përpara, dhe nuk kemi absolutim para zotit që me thonë Allah fëmija, ka konë që 2 vjetë të këshirë shërtanin, i cilë është i mbushur me shirkë, edhe se pas të ditë. Kjo është gjëra e madhe. Për indi e kohë, për i kemë, për gjithësi, para klubit Allah, qatë televizor që e blenë, qatë laptop, qatë kompjuter që e blenë, ka më kri para honë, për zonë gjithë se që që ka shëzuar blade. Pasaj që është është çështja e siklet, që kjo të u bozu, u të përru, njerë ka fillu me iluzione, s'ka në kushu heq, për shka për një probleme që ka pas me vladet të shtumaral, njerë ka qisë lopë, në tash me do që kejtë njojë ka faj, apo anë ka faj. Allahu Azza wa Jalla, gjithmonë dështimin ka thonë me aktiv kishtë e vjetës. Mos e fajso asmonë. Për dështimin fakultet, për dështimin martes, për dështimin biznes, nuk kujtë besa të do kishtë. Vetëm që të e. Se momentin që fillon me qitë kishtë në gjallë smajt, së në shumë problemi reqë. Edhe kemi ullon, edhe kemi rrasë që nërë ke vetë, edhe kemi paraqimu, edhe kemi nga njerëzve. E treta është që ka cekë nga mesra për të kadim, është mbytja e pa drejt e njerëzve. Sot njerëzve mbytur pa drejtësisht. Për shumë ku ke kuha i sisit njerëzve që luditu, që s'kanë kantarë në lërsimin, i kanë mbyt njerëzit në emër të islamit. I kanë mbyt njerëzit në emër të imanit, realisht në kanë mbyt pa drejtësisht. Kanë mbyt njerëzit që kanë shahadet, kanë mbyt njerëzit që u falë. Andaj kanë mbyt pa drejtësisht. Edhe normalisht, ti dhe që është në mu, ku dhe të krej armishë të islamit, ndaj vëzë dhe tonë në Palestina për Kërëvalë. Që mbytën njerëzit pa drejtësisht në gjaku i muslimanit, po ma i desë gjaku një kafsha apo në ujë, apo kafsha apo një shpesit, ma t'jeshtë. Pasaj një kafsha të është me rrë pas kujnë e jetimit. Me rrë të jetimit është shumë se ma, ama shumë zonë me posakë në posme aprej pasurit. Dhe njerëzit sot falsifikojnë dokumente, njerëzit sot manipulojnë në emër të jetimit edhe pasurohen në emër të jetimit. Edhe dalin edhe kamuflojnë dhe thonë që na jemi të arrim jetim, na jemi të kujtjes, realisht në të jetu në kratë jetimin. E rrallës është me i nga beteja. Dhe këtu beteja është përmen në luft, me mëkata beteja të ndryshme, beteja ideologjike, kihin këtë punë, kihin këtë dëtyrë që ta ka besu musliman, nuk bërë me të shpime. Nuk bërë me thonë se së mëjme me qënkishtin, për këtë punë se e hubi ato e hubi këto. Dhe njerit të sprovohet në shdo dojë beteje. Marë në është me dalë beteje dhe me aktiv shpinë muslimanve, me inonë dorë prameqme, edhe ti me inonë ata në kohë që dojnë në rrëtë. E pesta është hadhë në muhsanatin, ghafilatin, mu'minat. Realisht, të thotë e gjashta, është me shpif gratët nërshme. Dhe normalisht, në edhim që zonë e ka bu fatë më lezën. Arsuja, ju të njëna edhime mi gjelet me bihim, se në në ذلك أدنى أن يعرف فلا يذين. Pse o zonë me do shamirë më në muslimane, se kjo është ma afer dëgjërsis edhe njerëzit ma pak guzojnë me qilbojnë edhe me ofendu dike. Pse o thonë është me shamirë? Respekt. Shamirë është kanari, disi.
Ata i vendosën shërbis automatikisht i ja pa mundëson njerëzve me u josh harma dhe me ta në shumë një fjalla për me të vendu. E kundër ta, ka thonë në mëja zhveqja, qofte të prume, qofte pa të prume, automatikisht e komoditit në luksin. Mi rëzit njerë të qytë haram, edhe me që i fjallë më venduse. Allah po thotë, ma mirë dojnë në mëlesët se kjo është farës, po është pastarti, gjithësi. Njerëzit do përvarë në muzim, për që një smut kryje, e për muzimin i motër për shakim me nga smut. Edhe me një thafë, ka thonë në mëja, edhe nëse s'ka shamin, edhe nëse nuk ka vesh, plësisht kratë në mëllu kështë moralë, kjo nuk të e muzimin ty me e qurit pa moral që për kjo. Se kjo shpifti. Dhe ka muzime qenë që ashtu që shvishëm, me po nderi i saj aspektin e brendshëm, nderi po flasmi në vijat kushe, është nështë shumë ma i pasë se saj të kujtjetër. Andaj pëllërbojnë dhe mos me në muzime me i akuzim njerëzit, pika i mjak, pa pas dëshmi të qarta. Edhe nëse ka dëshmi qarta, neve nuk të takon me folë për muslimat se kjo është me marë pjesë me përma të kjeshin pjesë e muslimatve. Edhe fundit, do thotë, është më eklu me i ribe, me hëngër pasurin efektume nga kamatë. Sot njerëzit, duke tentu që mu arsëtu se s'pëtu me alur atin e kamatë, s'pëtu tine, a besoni, ne ka rrethu këto punë keq, sa që njerëzit dish ka me punë, a me qenë karë bankare, a mos me qenë dish. Po të arkuar që çdo sen që e vjen dush me deklaru, apo du me pare, jo kesh mu me për mes karterës. Një farforme ne ka një izolu, dhe një farforme ka ne detyruat njeri pa dije, do shtë me shkil ka matën në muhaq. Ato që ka po pa dije dirë, po muslimoni të përkot si qytë. Se sot me gjithë bank islam ma shumë kështirë. A manipulojnë me terme të ndryshme dhe i rrasë musliman ka ma dërve po manipulojnë. Që ata se kanë gajne, si du në zotit edhe gjërat të tjera. Andaj pejgamberi sallallahu i ka qujtur elmu biqat, ka thonë me boja, shkatru se këto mëkate për shkak se jonë të rrezikshme. Dhe jonë ashtë rrezikshme sa që ka mundësi njeriut me ashtu batërinë e morën besimit. Për shembull, ka mundësi nëse ka për në këshë mirë. A keni po ka adapter, e kështi me musht të hapa të një. Edhe të lecam. Ka ndonë një shërdurim elektronik. Qështu është edhe mëkate. Ti mrena është si helë. Edhe për vëllitën dhe trupin e njeriu, zemrën e të shkatë të njërusë. Edhe do shtë ka mësime në është drejtë. Po i a i cili është nuk drejtë. Po t'i mojnë mësime në është, dhe të më shirë po, dhe do të Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu për një qyshtire, dhe të para se me fillu, mëkatën e parë është si hyrje, do të me di që mëkatën klasifikohen dy lloje. Edhe do të japim definicionin e secilit mëkatë. Pra janë dy lloje. Mëkati el-kabair edhe as-sagair. Mëkati e madhe dhe mëkati e vogël. Para se të kalojmë në definicion, po duhet të themi të mirë që mendoj që thënia duhet të regjistruar kokë mirë, edhe me shënuar për volla ku flejna. Para se të kuptosh çka është mëkati i madh, para se të kuptosh çka do të thotë definicioni i mëkatit të vogël, duhet me shënuar këtë fjalë të dietari, që ka qenë nga selefët salih të parë që këtë fjallë, ulemaja ka përdorë vazhdimisht dhe për vajzë dhe për derës dhe për libër. Që është ta fjallë? Thotë, la tanzur ila sigari ma'siyah, walakin inzur ila idami manasiyah. Allahu sa vallë ka fjallë, bashkë zonë dhe vallë. Mos shiko në vogëlsinë e gjunahit, shiko sa i vogël e gjunahit, shiko në madhështinë ati që të rrugë. Okej, shikoni të kabinë, edhe që kuptu vetarë që i gjuna në pashtu madhë, o ka i vogël, kur shetani të bindë edhe të josh, të bëmë fitë të hajse të gjuna i vogël. Pendosh, të falë Allahi, e falë jasin të fshi i gjunaj. Kur shetani sulmon nga ki këmë, se kinsa për të të mirën, kinsa Allah është falës, që është falës, po ki por rëndë se po do të shti kurë. Qëka du shmijë për që shetanit? Do shkërdojnë me lepsin të jepshin dhe thonë bashkë për të gjuna i vogël, e kuptova dhe nëzë definicionin gjuna i vogël, e kuptova që gjuna i vogël për fshikave me namaz, abdes, mirë po nefs, o epsh, o shetan, o vjen mara këzë të të valë, s'poj, më fajtë. Qëka të mu me këtë rast? E kërë i vetën nga gjuna të bëja, edhe e kërë i vetën nga gjuna të vogël.
I dërguar Allahu kur e ka thënë hadithin e Thorbanit, që kanë marrë njerëz dhe që kanë ushkatu besimin e tyre dhe kanë marrë me punë mëdha, sa kodra gjigante, por kanë ushkatu ato punë. Pse? Arsyeja vetë ka qenë pejgamberi është se ata punojnë me njerëz që janë devotshëm, falën, ngrenë spirti, i vizin buzë, i tjerë buza që nuk shumë këjtë mirë po, i dhe khallahu bil maharimillah, e ka një problem, e ka një smuj, që për smuj në kam tëmë drejtë në mëllë e fajnë, kur vetëmuar me gjunohat e Zotit që në wala i shkjeli papshi, se ka në gajnë a isha Zotit, se ka në gajnë a i din Zotit që ka në të se ka në gajnë a isha Allah që ka në të bo, para njerëzve rrugë më kësë më rështë. Mirë po masu një njerëzve këtë vetëmorë, si që të kush, ata dhe thotë, mojnë që mosë të kuala, në din që ka me të kërë, din që ka me të kërë, din ku me ju, din që ka me të kërë dhe shumë. Dhe mos të atim këtë tjenë kritike, vetë tona që me shabohë dhe me dalë para të lomit Allah të banë të rotu, dhe me dalë me zera nuk mirë. Këto mëj me lesu me një qështje bashkëpunë. Qështë që bashkëpunë? Për para ku ka bëru njerës, ata të njësi ka një shumë, Allah e shumë. Dhe kër ka bëru para me njerës, një me i ka bëru para me cendë. Në dhe sa sot, njeri ka në konto, 100.000 dhe qënë sa pali ka dhe të avë e brejtë. Pse i ka dhe të avë? Se bitcoin i sot s'ka sigurit. A dhe që ka mund si njeri me money fact, ka mund si njeri me lui mensh, nga këto shifra gjigante, s'ka sigurit më gjëreq. Më këtuat i rast, ka orë një plak për zërjet e Qemarisë, serbe, kjo ka ndodhë në vraj. Edhe tash, aje ka pas problem me zemër, në pulsin e zemës, ka pas i vrap të shumë. Mirë po, të dhe tjetë kishë pas lujtë. Do thotë, të lebim, ma është përdera, ka lujtë pokerë. Asë në rëfën e ka gjithë. Qatë moment që ka rukë i frakë të i ronë, o dhe u bo paracimë, o dhe u bo nishë, dhe në njërë e Gjermanisë, ta dhe të sa vjetë plaka, i kanë thonë ata, kjo plakë s'ka asë një të rëshikim tonë. Vetë ka dhe, pika dhe vetë, i ka dhejë me kur me kejë. Edhe por një problemi ka thonë njëkit mësi ka të që ka fitu. Se lunë mensh, ose e rukë i frakë të palunë. E tash, mjeku, të të nërë në zemë në fort, e qësë për pohë, dhe ma një këtë mesit. Ashtë edhe mesin një atë e këtë të gjuhë. Edhe shkot e këtë plaka me policë kishe për shëtërit, ashtë në rejesti, por e më dhe pytje, gjekë kote, e thotë, qëka përsa përmenje, qëka ki pasë dhe të shimë një, paketi më shimë, vesh nëse më shimë, ku në gjekë kote, pa asë njëse më thonë, kjo që ditë që më po, ku me dhejnë është dhe. Thotë, po, me të në të avon zotë, që, peron e gjekë kote, që kështë po, vesh më se në gjithë që atëse, ty da gjyshë, upja, i në gjithë dhe dhone, e rohë i rakte. I tonë, që shpe gjysë majë për nga për bjerë. Sprovër, dënjoja s'ko pasha sotë e në marë. I lunë goja në për hakimit, Allah që ose i këshë me te, ka thonë dënjoja është si deti. Thotë shumë njerës hinte e në tukë më fundosën. Dhe thotë krahërorë, dy krahërorë, që të bojnë tyje, me kamion djetër është frika të e Zotit edhe da takohet dhe është mërinë. Në atim që rëski me kipu është halal. Ama pak kush bënë sopër dhe nuk e shkejt haram. Për të asyë për nga nëzën për kanë zinë njerëzën më bendisu këtë drejtën, mi thonë që fitoni, ama këshire, ose ka rëni vitin e vjes kuqe, shkej ka mërë, jemi në nesë, o ju jetë, i të ku, rabbekum, të të një zotë tuaj, më heqëmi nuk i falen, edhe kërkone pasurin për lyrë halal, fa inë në nefse lënë të mund të hatë të stëu fje në skaha, nga se nefsi nuk ka mundësi me vdekë. Asë një krija që ka marrë në shpirë, nuk dërë me kësaj bote para shku, edhe riskën e fundit që e ka marrë. Mëkatët në dalë në gjëdojë. Mëkatët e parë, mëkatët e vula. Dhe djetarët, kër e kanë definu, se qëka është mëkatë në dalë të vonë, mëkatë i dalë quhet çdo shkrije e fetare.
që Allahu Azza wa Jall e ka kërcënuar me dënim të dëmshëm botën tjetër, apo e ka kërcënuar me hyrjen në xhenem dhe qëndrim të gjatë ose të përgjithmoshëm. Qëndrim të gjatë dhe dënim të dëmshëm është shirku. Ki dik me idhëtari të i moshon sotit ish pashipe, ki me i xhenem dhe typet kitali. Khalidin fiha abada. Po gjithmonë ki me nejë. Apo të po, no, po, modër s'ka. Gru. S'ka një si këtu. Andaj, në shkafojë, qdo kushë ka dhe plajmon, filane, ose përmane e emra. Në rëndim që Allah ose të dëshon urdhën e vetë, ka thonë në aji cili, des me shirë, haram e ka gjëhnemi. S'moj me shkuna gjëhne, po e s'moj. Ka qenë donatore, ka qenë donatore. Këtë të nësirë është. A i marrë me dhekë s'ka gjëhne, harone. Allah i milion të ti më zërë. Ja e. Allah i s'ta falë të. Me kamion gjunova shku të zotë, i pasha zotë dhe marë. Edhe me taku Allah me të ujit pasër, besin pasër, ki shpres me ingjene. Ama me shku me kamion të mija, me dhekë pa i marë të i lutë ati type, teqe, të lutë vore, të lutë type të ki ingjene. Gjene, type të ki. Në resë ka pasha zotë dhe marë. Allah e ka. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أيضا المرشد الله حرام لك أبو جهل حرام. هذا ما تدري في يرزوني في جهنم. مقاتل أبوغلا أبو دفنزوني مقاتل أبوغلا هذا قشط مقاتل هو من شور ما فين الله عز وجل جدول جنات شاب فوت في زيمن. أما قاتل ما إن شاء الله لوكا كتسنو ما دنيم جهنم شوف برياتشو أبو شوف أفجر زكاة مزينين كأبو شوف قاتل دوغا سكابو توبة سشوان نسدو الله فعل نسدو نجدي مع جهنم برشيك الفرق أجاد بصرو وغدا بصرين من نجدي الله عز وجل دليل من دليل المويا مقاتل أبوان مفعل بطوبة بلد كيبوني جلال شرك كيبون جنات الله زنا كيبون جنات الله كيبون تطبسون يتيم كيبون جنات الله كي كابتيا كيبون جنات الله كشبيك مدكان فاق والتوبة تا الله عز وجل سبحانه وتعالى نزل الناس كما تنزل الدنيا كانوا لمويا تجنات النايا بس توبس نزل جناي كاتبوي بكريس لزودي atëra duhet me të jemi pa mëllëke. Para se marë bua për shka mërë dinari në një. E ka marë në shemë të letarë, e ki gjithë një kulet me një mjërë, vlerë jërë. Edhe ka thonë, këtë kulet e ki obligim me rujtën dhe me lejgëru, që ka hunë. Nëse ndo që Spara personë që të vjetër e ka u gjatë, du të bidon se me ka në emër të ti. Ka thonë me moja, nëse shumë me madhe e parë është e madhe, edhe këthejë personë më asë 2 vjetë e i du shme ja këthi parët, e ma du që i dhasë në është më mu, ka thonë dhe thonë, Allah me ja këthetë se ma u këti që i ka thonë, a ti du me ja këthi më. E para 2 të ka thonë me moja, nëse i ki du kujtë hakë, ja ki po dami, që e këthi bjerë, e kështë përfikunur, apo e këmë të shka zarar, e këtë prejtë pasuri për posë të ubes në Zotin, nëse është punët me parët dush me aktivë dhe parët, që janë një bjella me e këmë. E nëse së është punë parë, e këmë kesh për to, nëse ta marë mërënja që mi të altu që më falë për punë se kemë o bëjën të ta parë në nëmë të sa parë gjukime, fola për të kesh, rashë rrasë. Nëse që kjo të gjare një jotë, e bona të mundima kështë në kështë apurë ka të në mëja në të i për të imije, s'ka dhe më shumë të gëtë. Po me bëtë të u për të rabajnëja, e ta me, qka më bëmë, po Allah fale se për në mundaj ati, në moment me lisi që ki fuaj kështë për të në me në pak sistemi. Qa që të të me fuaj mirë për të? Me në shumë qasja, edhe me e nërguat me dhimin e kështë që jemi në shkulli njëzve për finalin, me thonë që ka ka mua dhe ka mushtë. Për të njësa mora është një, edhe ka ju mua, nuk mos gjatë të më shumë, isha dhe nesër të aftoj me gjunojnë e marë, ka prej më këmatë në shkatu se ajo gjuna është shirku i dhujtaria të bërë që për Allah në zemëgjen,
xhenetit dhe nëse të tij është kami I xhenetit. Elusë Allah që Allah përnoj me këtë gjëra dhe gjëra tjera, po para se në përgjit që apëshemiki mesegja, a thua Allah, qëtu shtatë gjëraje, jënë veç këto gjëraje të mëraja, apo ka dhe gjëra tjera. Djetarë të mëndë ka dhe gjëraje tjera, po pejgamberi I ka specifiku shtatë, se janë më të rëzishme, edhe jënë të përhapur në mesin e muslimanëve. Zotin e përhapur të vëdetet, ajetë mësëviru,